Shumë mirë, po LDK-ja se ka marrë rastin. LDK-ja se ka rastin heq që trajtojshin keq një koministër për promovimin e votat. Po çfarë po do të thonë është një fajtore këtu. Vetvendosja se ekziston Albin Kurti. Etash. Edhe na I kena do kolegë që kanë qef mjalon në opozitës, po opozitas vetët s'ka kur far vetët opozitas se ka 63 deputet I ka. 63 pa listën serbe. Ja, ka dole vek. Po let ma jap pra, që unë e peqes të lërë. Por se s'mujnë më bo bashkë Nigji është njëri aktivist kështu edhe analist dhe gazetar edhe aktivist. Civil, mos mi thonë edhe politik. Që Nigji me peshpollim na kryeministër le të jap vetvendosja. Po vetvendosja s'jap esës. Esës s'jap. Do më thonë, a këtë thët, a ma mu që s'ma jap e te. Po, bënë në mëne? Unë e tësha me 42 vota, Hashim Thaçi Qabrati ta kish bo komunë. Lemon qeverin, 42 vej. Jo, I kish bo komuna, I kish bo 200 komuna. Po, kësë mënë të asë qeveri me bo. Vishme po qeverit, sa mëna bidem që kaq. Edhe arsyeja pse ka këtë, se është me shantazhu komplet opozitën me honë që këta, do më në kjo zdhes, që jo me sërb, kurse me njëve o me sërb, nuk na jap votat, I le pëndër parë rruga. Autostrade ka numrat I kanë. Kjo është shmendurije në njëre, me po kompromis A që se kupton publiku këto, e të jap votën, le të parë rruga dhe... Që e kërkoj Nigji një marrëveshje, ofër marrëveshje, kjo e 6 prillit 2011, Nigj, ndërhyrje ambasadorit të SBA-s Kristofer Dell shpëtoi vendin nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të martën, pas disa orë negociatash me Hashim Thaçin, Isa Mustafën dhe Bexhet Pacollin është arritur një marrëveshje në parim për disa çështje. Ata u dakorduan për president konsensual, ndryshimet kushtetuese dhe që vendi të shkojë në zgjedhje jo më herët se pas 2 vjetësh. Që kjo është edhe ballimin tjetër, për shembull kur mrihet marrëveshja pastaj. E çfarë kthejmë? Hashim Thaçi, Isa Mustafa dhe Bexhet Pacolli jashtë rënguan durt njëri tjetrit të mërkurë mbrëmja dhe nxorën vendin nga kriza politike. Ata u pajtuan që presidenti I Kosovës për një mandat 1 vjeçar të jetë Atifete Jajaga. Pas 1 viti do të bëhen zgjedhjet presidenciale e zgjedhjet e përgjithshme për një herë me ato lokale në vit. Domethënë, atëherë I morr vesh Nigj që mas 1 vitit më bëu zgjedhja presidentit direkt. Atifete nuk ka pranuar asnjë mënyrë më ndërheqje ajo. Po, edhe kjo ka dështu. Çfarë është një titull tjetër? Hajde vallinin tjetër. Le ta them një herë, është një titull 7 prill 2010. Rrogat në konto. Kujt? Rrogat në konto, vetë titull, kështu. Pagat e punonjësve të sektorit kanë dalë me rritje të madhe. Që ky titull ka më vonë I rëndësishëm shumë me një shkurt. Atëherë, Hashim Thaçi, mendimi akërën I ka bërë gjatë të një deputet, edhe u bo edhe president, edhe kryeministër, edhe president, me... Kur të vjen Albin Kurti në... Me pak se 40 vota. Po arrojmë këto një gjëra, se në rastin e kaluar, aty është një faktor. Është ambasadori Dell, që tash në kohë, që më ngon, që është problemi krejt. Krejt problemi është po, prandaj... S'kemi patronazh Amerikan në këtë rast. Po, dikush më nashtime zarë. Po, se ma të problemi tjetër, blerem është që... Këtoja është mësu që kryetori I partisë më të madhe me marrë komplet fuqin e pushtetit. Tash drejt Albin Kurti ka 40-50%, nuk ja delegon një fuqi jashtë madhe dikuj që I madhe president. Nuk e votan vetvendosja, me dorë zgjedhje për president, e më bo vjosa, Glauko Njusa, kush do qoftë, që gjysën e fuqisë dhe vetë mja delegu njërit të zgjedhur me vota. Ai po dan me morë këtë fuqin për veti, në qaj vynë posti presidentit I vynë se për me konë noteri Albin Kurtit. Mi dekretua ambasador, drejtorin e AKI-së dhe veç me procedu tutje, që kur gjenë koha e rizgjedhjes me këthy në vetvendosje, na kemi po Vjosa Osmanin, e ka pas njësë një betej publike këndër Albin Kurtit. I ka pas qunja 2 selaume për Martin Berishajn. Edhe mo nuk ka full kur, nuk ju ka një zoni. Se tash po afrohet fundi I pushtetit, edhe kjo dohet me dole mu deklaru kundër gjykatës kushtetuese, kundër Radomir Llabanit. Domethënë, 4 vjet që ka një zoni për kushtetuesen, në vitin e fundit, pse se I dohet Albin Kurtit. Edhe tash normalisht që Albin Kurti, si kryetori I partisë më të madhe, nuk e ban këtë gabim, asnjë deputet vetvendosjes nuk e lën me votu për me fuqizu rolin e presidentit, kur?
Po pra përndaj vim të një konkluzion i dihu. Nuk mundet më maru një shtet pa patriotizëm. S'ka. Do më thonë, sikur bukën, e me pas një vagon mil, pa e pas atë tharmin, nuk më ne marrën bukën. Edhe tharmi që bën shtetin është patriotizmi. Për që dha për shembull, a ke po ta në Beograd thonë NATO država. Domethënë që nuk ka patriotizëm mjaftueshëm Kosovë që e mon një shtet. Pe mon NATO që është aty, prandaj ka. Krimet janë ata Serbia për në referencë mirë. Serbe është ajo, mos i cito propagandën serbe. Ata është një njerëz në Tyrpek me dështete. Është vërtet se po ne si po shpetit Kosovës. Kur u kon Delli si kemi pas këtë problem. Fakti që thonë ata nuk është e vërtetë. Na po dalim këtë problem. Ata vishë flishin gojën e vet. Unë aty jam në çanesh. Këta janë të bo filma se këta Albinin së ne marrun një me ndonjë tjetër. Edhe i kushton kjo secës parti që janë me Albin Kurtin, i kushton në çet fazë, i kushton shumë. Unë çamë në lë që vënë erë o kjo. Këta po dojmë na i zgjot vesh neve. Dhe në balotazh, mi mojt militantat e vetë kishe qenë na për marrujna, që na për marrujna. Ata që e bënë në rondin e parë. Po, që mi mojt votust, kishe na sëron. Po na e na që tash të rikëthy, do me honë se që tash i kena gjithë dënumën atjere. E këto e mirë partit opozitore, nëse se kanë men me i, sa ma shpejt me bo me dije, se kanë men, dhe sa ma shpejt me qitë datën e zhjo me presidentën. Veç edhe që do të asëroj, pas ka qenë një, to nuk e pas na regjistru kështu negjë, me 20 korekt 2012, partit ju pas kanë referu çështjen e ndryshimeve kushtetuese për zgjedhjen e president direkt nga populli, në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese e pas ka miratu, pra si plotësisht kushtetuese, iniciativën për ndryshimin A me zgjedhjeve kryet ajo, jo me kushtetuta? Jo, me kushtetut. Po, këta e kanë referu çështën, kanë bo pyetje, partit politike, qeveria, a mundet më bo, dhe gjykata kushtetuese ka dhënë dritën jeshile që mundet më bo ky ndryshim. Që dorën zemër, presidenti jonë, pra në bazë të kompetencave, ka jashtëzakonisht shumë kompetenca. Pra, po të zgjedhur për popullit, ai nuk e vjet më Albin Kurti. Kompetencat janë reale të presidentit, absolutisht. Është për votat të vendosur, do të shmenguar. Realisht nuk po mundet me kryer rolin si përfaqësues unitetit popullit për shkak se po zgjedhet ka një shumicë thjesht parlamentare. Po mos zgjedh drejt për drejt nga populli që ai me reflektu për një idenë kushtetuese që me vendos. Na më shtuni si kriza. Nëse sot kishim me pas për shembull zgjedhjen e presidentit me vota direkte, a mund me paragjyku kush është zgjedh president? Kush fiton? Kush i fiton vetë? Veç i zdosh me koni prag, unë mendoj që i zdosh me parashiku. Ja, i zdosh me koni prag, se me onë mi 3% pjesëmarrje zgjidhje që me konë ma legjitim. Atë mos më të bu presidenti me... A mune me parashiku, sepse nëse ishtë ditë... Po, nëse ishtë ditë, për shambull, nëse opinion e kishë pas... Vjosa Osmani. Nëse për shambull që Vjosa Osmani, atëherë edhe muj me kuptue hezitimin për mësë me bo konsenzus për më zgjedh president në mënyrë direkte, sepse paragjykohet që komo... Po për mendimin tam, nuk e dim. Që Vjosa mo, për ko votat, që është shambull? Po problemi është i mënyrës që vjen në qatë zyre. Nuk është problemi kush kandidan për president. Arsyeja pse nuk ndryshohet ligji, nuk është kush kandidan. Nuk mendoj që në këtë moment, në këtë konstelacion, domethënë të forcave politike, mundet mu paragjykue se kush kish me i fitu garën në mënyrë të drejtë për drejtë. Me ditë kush konkurrencën, e këshëm pas që Albin Kurtin, Vjosën, Ramush Haradinajn, tjera X, Y, vetën së rojnë, Albini për tona. Futurologi është. Ati pse peshtroj këtë qeshtje? Peshtroj këtë qeshtje sepse, po du me thonë që nuk ka arsye me hezitu që LDK, PDK, vetëvendosje, aleance, nisma, mu marrë vesh që me bo ndryshimin kushtetues. Po ne, e që po flocëm, na po thëmë ka arsye sa dush me hezitu. Se nuk dojnë me pos fuqi presidenti. Fuqi t'ja jep me kushtetut. Me kushtetut t'ja jep, po ja jep me votat vetëvendosjes. Me zogluat që ato fuqi që i ka.
Me votë vetëvendosjes jep fuqinë. Me votë të vetëvendosjes. Domethënë partia më e madhe në pushtet jep votat, edhe kontrollon. Po mirë, tash opozita ka më shumë vota se sa vetëvendosja, domethënë ta tjerë. Kjo domethënë që edhe Albin Kurti me kandidu për president, se ka të garantuar që zgjedhet. Kush? Albini. Dalim të që votat e partisë kryesore janë të rëndësishme. Blerim e hape një çështje, pra që është buxheti e që në fakt në presion të zgjidhjes së kësaj çështje duket që ka me marrë rrugë ose një qeveri teknike ose një situatë ajo që po thotë parimi që jep dorëheqje presidentja për me mujt ajo fillimisht me hyn listë VV-s, pse e ka hallë që mas nej s'mundet me hy, e para, e dyta, ndoshta më bë me çata si pasojë, si shkak i kësaj, mas nej si pasojë e kësaj me pastaj më bë edhe një të mirë vendi. Jo, veç diçka, pra, Albert Krasniqi, kolegu jon, pra thotë që vetmja mënyrë se si miratot buxheti dhe plani i rritjes është dakordimi për një qeveri teknike. Pra, asnjë mundësi që qeveria Kurti, e cila është qeveri kujdestare, e miratume nga një parlament i cili se ekziston, pra legislatura është histori. Pra, apo kupton, domethënë është një parlament tjetër e ky smundet mi propozu është një qeveri teknike. Është vetëm mënyrë nëse afati është deri në shkurt. Nëse qitet do ta zgjedhet me 7, po nëse mund zgjedhet 10 orë, ti deri në shkurt kime pas të një vota. Deri të numëru vota. Edhe mirë kime me s'ka buxhet më. Vetë hutën e ta bën qeveri. 3 muaj neve nuk gadosh, në shkurt me parlamenti u mbledh në 15 prill. Na po luajm, shiko. Na po nëse mund 10 orë prapë me pa buxhet. Nëse e shmongim për zgjedhjen e buxhetit është nesër. 31 orë. Na jemi duke luajtur me zjarrin, gjithë fjalët. Mund jemi duke luajtur me kollapsu shtetin. Të përmend këso afate jo deri në mars, jo deri anej.